Unë jam Edion Maliqi, përgjegjës i sektorit të turizmit në Bashkinë e Përmetit. Të flasësh për turizmin në këtë moment, sidomos në Përmet, është një fat dhe një privilegj të punosh, të flasësh dhe të shpalosësh atë që qyteti i Përmetit në fakt në vetvete ofron. Qyteti i Përmetit numëron mbi 25 sajte natyrore dhe kulturore. Sigurisht që nisë në të gjithë territorin e vendit dhe nuk është i përqendruar këto pika turistike vetëm në një vend, po janë të shtrira në gjithë sipërfaqen e Bashkisë së Përmetit. Unë po e nis nga atë që është emblema, do ta quaja, e Përmetit, Frashëri. Sigurisht që kemi shtëpinë muze të vëllezërve Frashi, një nga vlerat më të jashtëzakonshme që Shqipëria mendoj që ka, nga ku ka marrë edhe jetë lidhja shqiptare e Prizrenit patjetër. Sigurisht pika tjetër, ajo që është edhe një nga vlerat më të mëdha mendoj unë që ka Shqipëria, është edhe bashkëtesa fetare dhe nuk mund të lë pa përmendur aty dhe të qenë e Frashërit. Një nga vlerat më të jashtëzakonshme dhe një histori shumë interesante që është lidhja shqiptare e Prizrenit ka marrë jetë nga teqeja e Frashërit, ku të gjithë shërbëtorët në thonjza, po them të teqes, të gjithë kongresmenët u veshën si shërbëtorë të teqes vetëm për të marrë jetë kjo lidhje. Dhe i dha, mendoj, një vull shumë të rëndësishme kombit shqiptar dhe curisë së kombit. Po Përmeti në fakt i ofron që të gjitha, siç kemi dhe atë shprehje në hyrje të qytetit të Përmetit, që kemi të gjitha përveç sedetit. I gjen që të gjitha, i gjen natyrën, gjen gastronominë, gjen kulturën, gjen traditën, gjen historinë, gjen dhe atë që është më e rëndësishmja, mikpritja. E nisim domethënë me Vjosën, e cila fal kohës së fundit ka marrë një jehon shumë të madhe për shkak të vlerave të jashtëzakonshme që ka. Nuk perceptohej më përpara që Vjosa do të shfrytëzohej për turizëm, por konsiderohej thjesht si një lumë. Vjosa sigurisht që përveç ushtrimit të aktivitetit të raftingut dhe kajakut, mbart vlera shumë të jashtëzakonshme biologjike dhe të gjitha me radhë. Dhe është e gjitha për të studiuar, në fakt si vetë Përmeti. Përballë meje ndodhet edhe lagja historike e qytetit, një nga vlerat më të mëdha mendoj dhe identitetet më të rëndësishme që ka Përmeti. Është një lagje krejtësisht e gjitha në gur, që së fundmi ka dhe një status shumë të veçantë si zonë historike. Sigurisht në lagjen historike gjenden edhe dy kisha, Shën Kolli dhe Shën e Premtja, që të gjithë besimtarët ortodoks shkojnë dhe kryejnë të gjithë ritualet, por jo vetëm, gjithashtu dhe turistët e frekuentojnë në masë patjetër. Një vlerë shumë e rëndësishme, gjithashtu është edhe kisha e Leusës, një nga kishat mendoj më të bukura që ka Shqipëria për shkak të afreskëve dhe periudhave të ndryshme që kjo kishë ka, sepse nuk ndërtesa që është aktuale është e viteve 1600, por ndërtesat që gjenden poshtë rënojave të kësaj kishe, që demonstrojnë dhe atje një pjesë shumë e vogël, janë më të hershme se sa kaq. Ashtu siç edhe përmenda pak më përpara, në Përmet vërehet mjaft mirë bashkëtesa fetare. Në të djathtën time gjendet edhe xhamia kryesore e qytetit të Përmetit, që bashkëton mjaft mirë me kishën protestante. Është një vlerë në fakt që i shërben jo vetëm qytetit, po të gjithë turistëve dhe vizitorëve që e frekuentojnë këtë qytet dhe këtë zonë. Tashmë ndodhemi në një nga, po them, gjërat më të lezetshme që Përmeti ofron. Është qendra e qytetit të Përmetit, një hapësirë shumë e këndshme, gjitha e restauruar falë rilindjes urbane. I ka dhënë një vlerë shumë të rëndësishme qytetit, sepse është krejtësisht e transformuar dhe shërben si një pikë turistike goxha e rëndësishme, falë edhe llojeve të ndërtesave shumë të veçanta dhe karakteristike që Përmeti faktikisht i ka ruajtur mjaft mirë. Sheshi ka qenë për herë, por që ka pësuar restaurimin e ka përfunduar në vitin 2017, sheshi i cilësoj si sheshi Abdyl Frashëri. Përmeti si qytet ka një sipërfaqe relativisht të vogël brenda qytetit, nëse do flasim për fshatra ka një sipërfaqe goxha të madhe, por këtu është pika në të cilën ti mund të marrësh drejtimet për atë që ti ke ardhur, sepse në Përmet vjen çdo kush me një preferencë, sepse i ofron që të gjitha. Përballë meje është hyrja kryesore për në lagjen historike të qytetit. Në të majtën time gjendet monumenti i ushtarit të panjohur. Nga pas meje gjendet guri i qytetit të Përmetit. Në të majtë përsëri gjendet lugina e lumit Vjosa, kështu që kjo është, po them, pika e takimit dhe impakti i parë që turistët hasen. Qendra dhe më pas marrin drejtimin për ku do të shkojnë. Si ka qenë fluksi me turistët? Po ka qenë absolutisht një fluks i jashtëzakonshëm turistik, gjithmonë në rritje patjetër. Nëse do ta krahasoj me një vit më përpara,
ka një rritje në vlerën 30 deri në 35%, të paktën deri në muajin gusht, përmeti numëronte mbi 110.000 turistë. Janë për të përmbyllur gjithashtu statistikat e muajit shtator dhe të muajit tetor dhe besoj që do ketë një shifër relativisht edhe më të lartë se 35%. Ne hasëm pak më përpara turistë, po janë të shumtë në numër dhe kjo vërehet re dhe nga strukturat akomoduese që sapo vjen dhe për herë poshtohen dhe një gjë shumë e rëndësishme që unë dua ta theksoj është që tashmë çdo fshat ka nga një bujtinë apo nga një shtëpi pritse, që mirëpresin 10-ra qindra dhe mijëra turistë në çdo stin dhe në çdo muaj të vitit dhe jo vetëm gjatë 3 mujorit të verës siç ishim mësuar zakonisht në vitet më përpara. Si është një ditë për një turist ose vendas në Përmet? Po varet se çdo turist faktikisht ditën e nis ndryshe, jo të gjithë e nisin ditën njësoj. Kryesisht turistët arrijnë rreth orës 11-12 të drekës. Gjëja e parë është ndalesa që bëhet në bar kafet e qytetit dhe më pas akomodimi në hotele dhe në strukturat akomoduese që Përmeti ofron. Më pas normalisht direkt thirrja e parë apo preferenca e parë është raftingu në mënyrë absolute. Sepse dhe për fashën e orare që kompanitë vendase kanë vendosur, që ofrojnë patjetër në orën 2 dhe në orën 3 të drekës, frekuentojnë pjesën e raftingut. Më pas raftingut, normalisht shkojnë pjesa në të cilën turistët shkojnë dhe drekojnë me ushqimet vendase dhe të prodhuara nga buqit e zonës. Më pas kësaj sigurisht është frekuentimi i ujrave termale, dhe këtu përmbyllet po them cikli ditës së parë. Dita e dytë patjetër që nis me pjesën e hikingut dhe vizitimit të qytetit dhe pika turistike që ne pak më përpara përmendëm. Përmeti ka faktikisht një nga arkitekturat më të veçanta sepse është i shtrirë i gjithë qytetin në formën gjashtkëndçe. Dhe ajo që vlen të theksohet në përmet të gjitha ndërtesat karakteristike janë të ndërtuara në gur. Ne do ta shikojmë pak më vonë edhe në lagjen historike në të cilën do të shkojmë. Janë shtëpi kryesisht 2 apo 3 kaçe, të gjitha të ndërtuara në gur me pjesën e oborrit përpara dhe gjithçka tjetër. Është ruajtur sigurisht nga banorët e zonës patjetër, edhe nga ata që kanë ditur vlerën dhe vijimësinë e këtyre lloj strukturave. Tashmë jemi në një nga pikat më të veçanta historike që për qyteti i Përmetit ka. Ndodhemi në një nga hyrjet e lagjes historike të qytetit të Përmetit, një zonë me ndërtesa karakteristike dhe me banesa të gjitha të ndërtuara në gur. Është një nga zonat mendoj më të kamura që Përmeti ka pasur patjetër, sepse në këtë zonë kanë jetuar të gjithë tregëtarët e Përmetit. Përpara se të flasim për këtë pjesë, në të majtën time ndodhet edhe ish muzeu i qytetit, një ndërtesë e gjitha e ndërtuar në gur që tashmë nuk shërben më si muze, por është një promë private. Siç edhe përmenda, këtu kanë banuar të gjithë tregëtarët e qytetit të Përmetit dhe ka qenë një nga zonat më të kamura në pjesën e ekonomisë së qytetit. Dhe kjo vërehet edhe nga strukturat e ndërtuara që ka pasur kjo zonë patjetër. Përmeti quhet dhe qyteti i trëndafilave për shkak të ritualeve të ndryshme që kanë pasur dhe që e lidhin me këtë bimë, sepse shumë ëmbëlsira të qytetit të Përmetit aromatizoheshin me aromën e trëndafilit dhe një nga produktet më të veçanta që Përmeti ka dhe është një nga produktet më unike faktikisht sepse në Shqipëri nuk gatuhet askund tjetër, është llokumja e bajant, e cila ka aromën e trëndafilit për shkak të ujit që nxirret nga këto petalet e trëndafilit dhe është një nga vlerat më të mëdha faktikisht që qyteti mbart. Është një traditë që ka vazhduar patjetër në shekuj dhe trashëgohet akoma dhe në ditët e sotme. Her pas here, Bashkia e Përmetit dhe të rinjtë e qytetit ndërmarrin nisma të ndryshme në të cilat shumojnë ose shtojnë parcelat me bimën e trëndafilit. Në të dy kahët e kaldrëmit që ne ndodhemi, gjenden gjithashtu dhe shtëpit karakteristike që përmendëm, po do theksoj një veçanti shumë të madhe që është kjo vija që është në qendër të kaldrëmit, e cila shërbente si vi ujë në kohët më të hershme, sepse si çdihet nuk ka pasur sistem ujrash dhe kanalizimet. Përveç kësaj karakteristikë shumë e veçantë është pjesa e tyre ministolave, do thoja, ose siç thuhet ndryshe sofatëve. Çdo shtëpi në këtë lagje kishte nga një sofat ku në orarin e pasditesh të gjithë të moshuarit, por jo vetëm, bënin atë ritualin e shlodhjes, po themi, muhabetin dhe kafen, e cila është edhe një nga traditat faktikisht që edhe në ditët e sotme ruhet mjaft mirë dhe është një nga pikat, mendoj, dhe një vlerë turistike, sepse ajo për të cilën vijnë turistët është tradita dhe historia e përcjellë ndër breza.
Po ta shikojmë me vëmendje gjithë ky kaldrëm është shumë i pastër. Pse? Sepse zonjat e moshuara dhe jo vetëm kryen atë ciklin e pastërtisë së mëngjesit dhe të gjitha me radhë. Gjithashtu shumë e veçantë është lyerja me gëlqere e portës së jashtme, e cila tregon atë nikoqirllëkun dhe atë pastërtinë, se sa e rëndësishme është që vizitori, miku, kushëriri, fisi, por ajo që është më e rëndësishme krushqia, duhet ta shikoni këtë familje se sa e pastër dhe se sa e kulturuar dhe edukuar ishte, sepse shtëpia e shqiptarit është edhe shtëpia e mikut dhe e Zotit. Gjithashtu një karakteristikë shumë e veçantë janë çartit me drasa në hyrje të portës së jashtme të shtëpisë. Të gjitha këto shtëpi faktikisht janë të ndërtuara me çati prej guri, me gurin e zonës së Përmetit, që është pikërisht ky guri i zi që gjendet edhe në kaldrëm, por edhe mbi çatit e dyerve të jashtme të shtëpive në zonën karakteristike të lagjes historike të Përmetit. Në fakt një veçanti shumë e madhe e gjithë kësaj zone dhe po e gjithë Përmetit në fakt është që dera e shtëpisë nuk kyçet kurrë. Në të gjithë këto shtëpi që ne ndodhemi, çdo kush mund të shkojë te derën e jashtme e shtëpisë e gjen hapur për të mirëpritur dhjetra, qindra dhe mijëra turistë, që nga 2017 kjo zonë ka një status shumë të veçantë si zonë historike dhe është kthyer një nga pikat më të vizitueshme turistike dhe është një fat shumë i madh në fakt që i shërben të gjithë ekonomisë së qytetit, por eksaktësisht edhe kësaj zone në cilën ne ndodhemi. Vetëm vitet e fundit janë mbi 7 apo 8 bujtina të hapura për turistat. Nga pas shpinës time, gjendet ajo që më përpara në periudhën e komunizmit ka shërbyer dhe si çerdhja e qytetit. Në fakt janë disa modele shumë të mira që kanë filluar të shërbejnë vitet e fundit, që të gjitha këto ndërtesa nga pronarët aktual restaurohen dhe kthehen në modelet e turizmit si hotele, shtëpi price, restorante dhe bare. Në fakt e gjithë kjo zonë është e mbushur plot me veçanti faktikisht. Nga pas shpinës time ndodhet një shtëpi price shumë interesante nga Nën Donika dhe nga pas shpinës gjithashtu vërehet re një portokalle. Ka qenë një traditë që në këtë lagje çdo shtëpi duhet të kishte nga një portokalle në oborrin e shtëpisë së saj. Është një gjë mjaft e pëlqyeshme nga turistët dhe që i shërben si vlerë patjetër përveç pjesës së autenticitetit, por edhe kjo është një shenjë shumë domethënëse. Përveç pjesës së akomodimit, sigurisht në të gjitha këto shtëpi gatuen të gjitha përgatiten të gjithë llojet e ndryshme të glikove. Përmeti ka një traditë shumë të hershme dhe shumë të veçantë për bërjen e të gjitha llojeve të frutave që bëhen gliko dhe ka një status shumë të veçantë faktikisht nga organizata ndërkombëtare Slow Food, që do të thotë ka marrë një status të mbrojtur, të veçantë për glikon e arës dhe të gjithë llojet e glikove që Përmeti ofron. Organizata Slow Food është organizata ndërkombëtare për mbrojtjen dhe ruajtjen e ushqimit dhe produkteve lokale. Dhe Përmeti e gëzon këtë status prej 8 vitesh. Nga pas shpinës time gjendet edhe kisha e Shënkollit, një nga vlera më të rëndësishme që lagja historike e qytetit të Përmetit ka. Ky lloj ndërtimi që gjendet tash është një ndërtim i vitit 1757. Nga brenda është mjaft e këndshme, ikonostaset janë të gjitha të gdhëndura në dru dhe patjetër që shërben çdo të diel për kryerjen e meshave dhe ritualeve fetare që feja ortodokse ka. Unë pak më përpara përmenda në fjalën time që të gjitha portat e lagjes historike, por edhe të gjithë Përmetit janë gjithmonë të hapura dhe nuk kyçen asnjëherë për mysafirët, miq, turistë dhe vizitorë. Faktikisht këtu jemi në një nga shtëpitë tipike të lagjes historike të qytetit të Përmetit për të provuar një nga traditat që përmendëm edhe më përpara, glikon dhe rakine e Përmetit. Ja, pra kjo është ajo mikpritja që ne pak më përpara folëm. Që dhe jo vetëm zonjat, po dhe zotrinjtë e qytetit të Përmetit të mirëpresin me traditën, me kulturën dhe me historinë. Nuk është thjesht një pije edhe një ëmbëlsirë, po është një vlerë në vetvete, në fakt që u shërben që të gjithëve. Gëzuar. Rakia, si vjeçme është kjo? Shikoj. Po unë s'di ta dalloj. Faleminderit dhe qofshi mirë gjithmonë me kështu aqi. Mirë se u gjetëm dhe të keni shëndet, lumturi dhe çdo zemra. Kjo faktikisht që kam unë në dorë është glikoja e arës së qytetit të Përmetit. Është një frut që është më i mundimshëm, do thoja unë.
ka një proces për bërjen e kësaj glikoje shumë të gjatë në kohë, që qëndron prej 35 apo 40 ditësh në gëlqere. Shpërlahet sa herë në ditë? Ne shpërlajmë si mbas kokrës që i del i dërimi, por edhe ajo 40 ditë i do të shpërlahet. 40 ditë shpërlahet. Dhe pastaj zjehet në kazan bakri. Pas hidhet në gërqele. Po. Rri 2-3 orë, 4 orë. Del nga gëlqerja, pastrohet mirë me ujë të pastër dhe pastaj i jepet një vale, i derdhet përsëri ajo, pastaj vazhdon. Dhe gjitha që të bëhet gliko nuk duhet të vëj gujat. Ja. Po vuri gujat nuk quhet gliko përmeti. Po su shpua me një fëndyll, i themi, ose një ato që bëjnë qarape. Shtiz. Shtiz. Nuk quhet gliko. Do kone saj ajo. Ja, pra kjo është një nga arsyet pse turistët duhet të vinë në përmet për të provuar të gjitha këto gjëra kaq karakteristike që në fakt duken të vogla, por janë vlerat më të mëdha që një qytet mund të mbarti, mendoj unë. Faktikisht këtu gjendemi përpara kinemas së qytetit të Përmetit, kinemas të 13 shtatorit, është një kinema patjetër funksionale. Një qytet pa një kinema, do të thoja unë, është një qytet i vdekur. Në këtë kinema zhvillohen mbrëmje poetike, filma dhe të gjitha aktivitetet e tjera me tematikë kulturore patjetër, sepse siç dihet, Përmeti ka një kulturë dhe një trashëgimi shumë të veçantë që e lidhin edhe me të bërit film. Gjithashtu në të djathtën time gjendet edhe ish muzeu i qytetit të Përmetit, që në periudhën e komunizmit, por edhe më përpara ka shërbyer si një muze. Kohës së fundit i ka kaluar pronësisë së individëve. Po jeta rinore si është në këtë qytet? Sigurisht që patjetër ka jetë rinore, dhe mendoj që ka një jetë rinore më aktive në Shqipëri. Do ta thoja me gojën plot, kemi të rinj shumë produktiv, që ndërmarrin nisma sociale, kulturore, ndërgjegjësuese, edukuese dhe të gjitha me radhë. Çdo muaj faktikisht ne kemi një grup të rinj, të cilin e titullojmë Këshilli Rinor i qytetit të Përmetit, dhe bashkarisht Bashkia e Përmetit me këta të rinj i angazhon për të kryer aktivitete me tematika që unë përmenda pak më përpara. Çdo muaj ka një mbledhje të veçantë me këta të rinj, të cilët vendosin aktivitetet që ata do të marrin vetë, por edhe aktivitetet në të cilat do t'i mbështesim ne dhe ata do na mbështesin ne. Sepse siç dihet, sikudo marrëdhëniet janë reciproke dhe pa bashkëpunim nuk mund të kryejmë gjëra produktive dhe efektive që të jenë në dobi të komunitetit.